Shejti ditës 5 tetor, Shën Faustina Kowalska. Me 5 tetor kisha na kujton një nga shejtrit më të dashur të kohëve moderne, Shën Faustina Kowalska, murgesh polake dhe apostulle mëshirës së Zotit, fëmijëria dhe thirrja. Helena Kowalska e lindur me 25 gusht të vitit 1905 në fshatin Glogoviec, pranë Todozit, ishte fëmia i tretë i një familje të varfër me 10 fëmijë. Qysh në rini ndjente thirrjen për jetën rregulltare. Pas disa përpjekjesh të pasuksesshme për t'u pranuar në kuvende të tjera, ajo hyri në kongregatën e motrave të Zojes së Mëshirës, ku mori emrin rregulltar Maria Faustina. Në këtë kongregat jetoi 13 vite, duke u dalluar për thjeshtësi, shërbim të përvojtë dhe një jetë të thellë mistike. Dhuratat shpirtërore dhe përvoja mistike. Jeta e saj u shënua nga hyrjet të jashtëzakonshme, dhuntia e kontemplimit, vizionet mistike, aftësia për të lexuar zemrat, për të ndjerë nevojat të mëkatarëve, si dhe një përvojë thellë e bashkimit me Krishtin. Ajo përjetoi edhe martesën mistike me shpëtimtarin, duke e arritur kulmin e bashkimit me Zotin që në këtë botë. Faustina u bë zëri i mëshirës hyjnore. Jezusi i besoi asaj misionin që t'ia shpallte botës dashurinë e pakufishme të Zotit dhe nevojën për t'u kthyer me besim te mëshira e tij. Trashëgimia e mëshirës hyjnore. Nga vizionet dhe bisedat e saj me Krishtin linden forma të reja të devocionit që sot janë përhapur në mbar botën. Figura e Jezu Krishtit mëshirëplot me mbishkrimin Jezus, unë besoj në ty. Festa e mëshirës hyjnore që kremtohet të dielën pas Pashkëve, kurorësa e mëshirës hyjnore, një lutje thjesht, por me thellësi shpëtimtare. Ora e mëshirës, ora 15, si momenti kujtimit të vdekjes së Krishtit. Vetë Jezusi premtoi, shpirti që do ta nderoj këtë figurë nuk do të humbas. Qysh në këtë jetë do të fitoj fitoren mbi armiqt e sidomos në çastin e vdekjes. Dëshmia e shkrimit dhe profecisë. Me urdhër të Krishtit ajo shkroi ditarin e saj, një thesar me 5 bloqe shënimesh, ku gjenden mësime, thirrje për kthim, përvoja mistike dhe profeci. Aty Jezusi i tregoi edhe për luftën e dytë botërore, por edhe për ardhjen e një ylli të ndritshëm nga lindja që u realizua në pontifikatin e Shën Gjon Palit të dytë. Në këto shënime gjenden edhe përjetime të thella mbi ferin, mbi mëshirën e Krishtit dhe mbi vlerën e meditimit mbi mundimin. Më mirë të meditosh gjysmë ore mbi mundimin tim, se sa të bësh mortifikime dhe lutje gjatë gjithë ditës. Vdekja dhe shejtrimi. Shën Faustina jetoi në disa shtëpi të kongregatës së saj, veçanërisht në Krakov, Plock dhe Vilnius, ku punoi si kuzhiniere, portiere dhe kopshtare. Vdiq me 5 tetor të vitit 1938, në moshën vetëm 33 vjeçare nga tuberkulozi. Fjalat e saj të fundit ishin: O Zot, e ke të i kaluar çdo pritje timen. Papa Gjon Pali II, që kishte njohur thellë shkrimin e saj, e shpalli të lumë në vitin 1993 dhe të shejt në vitin 2000 duke thënë: Krishti të zgjodhi që t'ja shpallje botës mëshirën e tij të pamas. Pikrisht ai themeloi festën e mëshirës hyjnore në të dielën e dytë të Pashkëve. Mesazhi për ne sot. Shën Faustina na kujton se mëshira e Zotit është më e madhe se çdo mëkat. Ajo na mëson të kemi besim të thjeshtë dhe të plot tek Jezusi, duke përsëritur me zemër: Jezu, unë besoj në ty. Devocionet që ajo përcolli nuk janë vetëm lutje, por rrugë shëlbimi dhe shejtrimi për gjithë njerëzimin.
Shën Faustina Kowalska është shejte e mëshirës e pakufishme të Zotit, një murgeshe thjesht që u bë zëj dashurisë hyjnore për mbar botën. Mesazhi i saj mbetet i përjetshëm. Bota do të shpëtojë jo me fuqinë e saj, por vetëm duke u hedhur në krahët e mëshirës së Zotit.